një sen do të me ditë. Ka thënë Muhamedi a.s. Durimi është në goditjen e parë. Ma 2-3 dita apo bëj sabër, po valla, apo bëjmë sabër. E në fillim qa bune? Është e vetit. E të qmendu, qartu. Mirë, ti nëse nuk bën sabër, apo të kthejet ajo fatkeqësi mu hek? Jo. Atëherë, edhe fatkeqësinë e ki, edhe plus mund ta marrësh dënimin e Allahut subhanahu wa taala. A mos haro, nëse një sprov të të vjen, ti bën sabër, Allahu subhanahu wa taala shkaku i kësaj sprovës ka me ta falë Allahu zë gjinohen, edhe plus ka me ta kompenzu me një sen më të mirë. 2 sene jetu i fitu. 2 sene jetu i fitu. Edhe dije, subhanallah, se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ka posa e me ndodh vllajen. Nëse e fokuson ti në kokën tënde, që kjo ka pas me të ndodh, a ka mundësi dikush me ta nal ato? Kërkush. Atër kryet muhabeti. Atër çka kërkohet prej teje? Dë bësh sabër për sprovën që e ti. Po zbone sabër, ti ki pastaj dënim, apo mund sprovosh halo ma shumë. Pastaj e dyta dije se sprova është varësisht nga imani yt. Allah subhanahu wa taala ty edhe mu nuk ti qet 500 kg vllaja. Ja ka qitë Resulit a.s. kushtimisht po themi 500 kg se ka mujt me bajt. Se ty e mu me na qitë 500 kg në rëzomi për toke. E nuk na qet 500 kg. Nëse sprovën e kitë rëndë, dije që imanin e kitë nalt. Dije që imani është nalt, alhamdulillah. Edhe po thu që qatë sprovë me pas një vlla tjetër, a i bje për toke. Atë dije që i ki imanin më të falsaj. Sa i ki sprovën, Allah subhanahu wa ta'ala po të sprovën se po të donë vlla janë. Po të sprovën se po të donë, se po të she e ki bo një gjuna, po të afshin gjunajnë, po të qënë belo. Rreziku më i madh është kur s'ki sprova. Nëse një person nuk ka sprova hiç, nuk ka bela hiç, e kalon namazin, kalon agjërimin, i turët gjunahe dhe maksimalisht, Allahu nuk pe sprovon, pi qënë pasuni, këtë në dyzeni ka këtë senet. Personi tilla, diçka thot, fëndan mu Allah, kësha, ai qëra e në magija, përshaj, 5 vakte pi palë, shpirtin e ka të keqaj. Una pëshet, qëra mu. Po më dënë Allah. Ku vëdo të Allah? Ti vëdën Allah që si falësh 5 vakte? Që i bësh këtë gjunat e mundshme? Që i ki haru Allahun? Vetëm që e përmendish njëherë në vjetë Allahun, ty po të dojka Allahun ma shumë se këto që i falë 5 vakte dhe i bjenë si ishte Allah dhe Allah e sprovon ja e fshin gjunat gjdo dit? Që të gjunaj ti që i bon, kësë i bon, vetëm një gjuna ma dvogël që i bon, Allah ja që një bela vetëm për me fshi, për me pastru, ty po të dejka Allah ma shumë? Ma se mashtra vetëm. Vetëm mu se mashtra. Nëse i kryn shtyllat e islamit, edhe sprovohësh, atëherë dije që veç po ngritësh në altë. Sahabët e pejgamberit a.s. kur s'kan pas sprova jenë tut, kanë thonë, po tuti me mos në karu Allah s.w.t. Sahabët e pejgamberit a.s. Se sprovat kur të godet të forcan, e menagjën problemin, ndërsa kur s'ki sprova ki pasunit të madhe dhe nuk ki hit sprova, haron Allahun. E haron dikur ata qënë sprovën Allahun ju këthy. Dhe nga 2 herë në vjet, 1 herë, 2 herë në vjet, i sprovojmë, Allah i sprovan. Vetëm një këthy, Allah o zogjel, një këthy. Pa e s'do më këthy. Atë drejto, po gjena mërja dhe pila. Allah